Hubert Hassenaur, rektori i Universitetit Boku të Vjenës, u ndërua me yllin e mirënjohjes publike nga kryeministri Edi Rama si vlerësim për kontributin në transformimin e Universitetit Bujqësor të Tiranës në rrugën e njësimit të diplomave mes tyre. Kryeministri Rama në fjalën e tij theksoi se profesor Hassenaur i bashkohet sot një konstelacioni yjesh që nga Austria kanë vezulluar mbi qiellin e Shqipërisë. Është një konstelacion i rrallë ku ndriçojnë figura që i kanë dhënë vendit tonë kulturë, gjuhë, identitet dhe dritë. Rama kujtoi edhe takimin e parë në Universitetin Boku në Vjenë, ku edhe nisi bashkëpunimi për transformimin e Universitetit Bujqësor të Tiranës. Ai po na jep një dorë për të mbjellë një pemë të re për këtë shekull të ri. Mes batutash, kryeministri paralajmëroi edhe pasaportën shqiptare për profesorin austriak. Edhe një gjë tjetër duhet përgatitesh i dashur Robert, që do të vi pa të marrë leje, pasaporta shqiptare, se ti nuk do ikësh nga kjo botë si austriak, po do ikësh si austriak dhe si shqiptar. Profesori Hassenaur në fjalën e rastit vlerësoi gjithashtu bashkëpunimin me kryeministrin dhe Universitetin Bujqësor. Kur takova kryeministrin Rama dhe rektorin e qershor të vitit 2021 në Boku, atëherë nuk e pata fare idenë se çfarë udhëtimi do të vijonim. Ishte shumë e qartë që ju të gjithë kishit vizion shumë të madh për të bërë diçka të mirë për brezat e ardhshëm të Shqipërisë. Në 74 vjetorin e Bujqësorit të Tiranës, kryeministri Rama shpalli planin për transformimin në një universitet rajonal.